borxhi dhe padrejtësia ndaj tjetrit, do diskutojmë këtë temë e cila neve na ngarkon shumë individualisht, secilit për neve, për shkak që të mbesim dhe të hyjmë borxh ndaj tjetrit është një peshë shumë e madhe për neve. Realisht duhet të themi se borxhi dhe padrejtësia funksionojnë në kuptimin si nocione, funksionojnë në një lidhje ku padrejtësia është një rreth i gjatë, ndërsa borxhi me të gjitha manifestimet e tij është një rreth i ngushtë brenda atij rrethi të gjatë. Kur flasim për padrejtësinë, kur flasim për mungesën e korrektësisë, mungesën e konsideratës edhe respektit ndaj tjetrit, do e mos të nënvizojmë se kushdo që qëndron përballë neve, i ka disa të drejta, të cilat në këndvështrimin e kundërt për neve janë obligime. Pra, ndaj çdo kujt. Mirë, e drejta e tjetrit është obligim për neve. Po, çka do më thonë kjo? Tjetri kur qëndron përballë teje do ta respektosh. Pra, respekti për te është obligim i yti. Sikurse e drejta e jote që është obligim i tjetrit. Pra, çështo funksionojnë relacionet ndërnjerëzore. Madje pozicionet mund të jenë shumë të ndryshme. Tu fillu prej afërsisë më të madhe, ata që i kemi më të afërm, ndaj tyre kemi obligime më tepër, që i bie se ata kanë drejta më shumë. Ata që nuk i kemi fare fis, po mund t'i kemi na lidh për diçmëria. Fqinj, na lidh për shembull një diçka, edhe fqinësia i ka obligimet e veta. Dhe duke u largu, duke u zgjeru ky rreth deri te dikush me cilin mund të mos lidh asnjë gjë përveç se ai është njeri dhe ti je njeri, edhe ai ka, si më thon, drejtat që për ty janë obligime. Madje do të thoja që kjo shkon edhe më tutje, se kaq edhe nëse e ke armik ndonjënin, edhe ndaj tij ki detyrime. Edhe ndaj armikut tonë kemi detyrime. A ka specifikisht detyrime? Tash janë ato obligimet edhe rregullat edhe dispozitat e etika e luftës, që në një farë mënyre do të respektosh armikun edhe nëse detyrohesh me e vra, nuk të lejohet ta masakrosh. Ose nëse dërzohet, nuk të lejohet as ta vrasash. Ose nëse kërkon paqë, obligohesh t'ja ofrosh pajtim. Obligohesh me ja ofru paqën nëse tjetri ta kërkon paqën. Po, obligohesh gjithsesi si me thonë, me zbërthime të caktuara, por ajo që është interesante e që na mëson Kurani famadh dhe këtë e përmend në 2 ajete në surën El Maide, kaptina e sofrës. Në 2 ajete Allah i madhruar me formulime të ndryshme, gjithsesi në njërin prej tyre thotë: "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin an ta'dilu." Mos t'ju shtyj armiqësia ose urrejtja që keni me dikën që të mos bëheni të drejtë dhe korrekt. Do të thonë, edhe nëse dikën absolutisht nuk e ke për zemër. Tash s'po flasim për armiqësinë në kuptimin e luftës së hapur. Individualisht diçka. Po, individualisht diçka, ndonjë mosdurim, ndonjë kështu diçka, gjithaj mosdurim nuk guxon të bëhet arsye që ty hysh në hak tjetrit ose të tregosh jo korrekt me të. Pra, duhesh edhe me ja njoftë edhe atributet tjetrit, edhe qoftë edhe kundërshtarit tënd, nëse po e quajmë kundërshtar, në një lëmi, pavarësisht sa për shembull nuk pajtohesh me të, kur ka diçka ti duhesh me ja pranuar, diçka të me ja respektuar. Ose mundesh me e pas kolegë, ose mundesh me qenë ti e prori i tij. Po megjithatë është një person i cili në një farë mënyrë thonë s'moj me e duru. Në rregull, s'mundesh me e duru, nuk detyron askush me zor për me e duru, mirë por nuk i drejti me ja hub të drejtat ose me ja shkel të drejtat. Tash, kur po flasim për armiq, shpesh në shoqërinë tonë, se unë referohem aty ku ne jetojmë, kemi pas gjakmarrje, hoxhi nderuar. Tash kjo pjesa e gjakmarrjes, thotë që duhet mi respektu ca rregulla. Fillimisht Islami e njeh gjakmarrjen, a e pranon gjakmarrjen, a e shtyn gjakmarrjen, me shty nuk e shtyn kërkosh. M'fal, se unë gabova, po çysh e trajton feja islame gjakmarrjen? Parimisht Islami i ka vënë çmim shumë të lartë jetës njeriut. Po. Edhe kur flitet për jetën, është një prej 5 shenjtrive bazike që i ka njeriu,
që në një farë mënyrë llogaritën si ato fundamentet e drejtave të njeriut. E drejta për jetë, e drejta për pronë, e drejta për të vepru, e drejta për të manifestu besimin e kështu me radhë. Edhe e drejta e jetës është ma e rëndësishmja për shkak se edhe cënimi i saj mos tepërmi sankcionohet sipas Islamit. Për këtë arsye nuk ka mëkat praktik pasi del njeriu nga fusha e mosbesimit, fusha të futet në kornizën e besimit, nuk ka mëkat praktik i cili sankcionohet më rënd se sa vrasja. Dhe në Kur'anin famlar kemi shumë paralajmërime kërcënuese, një prej tyre thot ai i cili vret me qëllim do të futet në xhehenem përgjithmonë. Po. Dënimi hynor, do të thonë dënimi që na thot krijuesi jonë, kjo Zoti jonë. Por na munduemi shpesh me sjell drejtësinë mas vete, mas njëri tjetrit njerëzit, a kalon ai hapësira aty feja që nuk po guxoj as me u shpreh? Jo, shprehulirisht se të bësh pyetje nuk është mëkat, madje edhe të mos ja çellosh në formulimin e fjalive, ne për çka jam unë këtu, vetëm për të sqaruar. Unë për shembull shumë lehtë shprehem te kanuni sepse kam lexuar vetë që gjakmarrja, abden tani ki drejt mshelësh, nuk ki drejt jetën e grave, po feja islame ka rregulla të tilla. Feja islame spari. Kur thash e vlerëson shumë lart jetën njerëzore, e ka bërë të atill që para se me ndodh vrasjet, Islami ka fol aq sa të mos guxoj asnjëri të marrë vendim me shkumendja me bë vrasje. Por ja që njerëzit megjithatë nuk pyesin as ligj, as kanon, as islam, as besim, po megjithatë bojnë vrasje. Kur ndodhin vrasjet, tash aty kemi një agresor dhe kemi një viktim. Dallimin mes tyre është shumë i madh, posaçërisht kur kemi të bëjmë me vrasje pa faj. Si nota me ditë. Dallimi është shumë i madh. Bravo. E tash në këtë rast, i vdekuri, familja e tij, nëse insistojnë në gjakmarrje, ata realisht kanë të drejtë të insistojnë në gjakmarrje, por jo që drejtësinë ta marrin në duart e veta. Islami nuk e lejon një gjatë tillë. Islami mëson që të insistohet në ekzekutimin e vrasit, po nga ona e shtetit. Se kjo është një farë lloj borxhi që ke hyrë një familje pa pikë nevoja. Gjaku është prej borxheve më të rënda, derisa folëm për zullumin edhe borxhin, atëherë gjaku është prej borxheve më të rënda. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu do të vazhdojë të jetojë në një komoditet edhe me besimin e tij përderisa nuk derdh gjak të pafajshëm. Do thonë gjakderdhja është prej gjanave që e fusin njeriu në zonë të rrezikshme që veç Zoti i gjithësisë me gjithë mëshirën e tij mundet me nxjerr prej aty. E nxjerr me pendim të sinqertë me kështu me radhë, mirë po edhe pendimi, nga se vrasja edhe mund të pendohet sinqerisht, mirë po nëse familja s'dojnë me ia fal, atëherë shteti e ka obligim. Pra, familja tjetër ka drejt mos me ia fal. Janë ligjet islame që mirret me këtë pjesë dhe jemi në rregull. Nuk ki drejt ti si person individualisht me marr drejtësinë mbi durrët e tua. Jo, për arsye se nëse themi hipotetikisht, insistimi i kujtdo për me marrë drejtësinë në durrët e veta, i fut njerëzit në rreth vicioz. Hajtë mos të flasim për vrasjen, të flasim për gjona më të thjeshta se sa vrasja. Deliktet verbale, ose konfrontimet verbale që i kanë njerëzit. Ku çojnë? Zakonisht i ndrojnë 2-3 fjalë edhe çojnë konflikt. Konflikti si fillon, dikush e godet tjetrin me dorë. Dikush e verbal, dikush e fizik. Një shpull ose një grusht ose një kështu me radhë. Ai tjetri çka bën? Ai nuk është i Zoti me grushta, ai e kap pastaj një shkop.